Ministria e Punëve të Brendshme ka informuar se ka pasur rritje të sulmeve të fishingut të kryera përmes mesazheve të rreme, SMS, emailëve, faqeve të internetit dhe mesazheve në rrjetet sociale. Ata thonë se mesazhet zakonisht duket se vijnë nga burime të besueshme, siç janë bankat, institucionet shtetërore, kompanitë me reputacion të mirë, por ato synojnë të mashtrojnë përdoruesit dhe të sigurojnë të dhënat e tyre personale ose financiare. Më të zakonshmet janë mesazhet e rreme, SMS me lidhje me postën hyrëse dhe qëllimi kryesor është mbledhja e të dhënave personale të marrësit ose detyrimi i tyre për të vizituar një faqe interneti të rreme, përmes së cilës duke lënë të dhënat e tyre personale mund të shkaktohet keqpërdorim shtesë i të njëjtave. Mbi 50 raportime për këtë lloj mashtrimi janë marrë nga sektori i krimit kibernetik këtë vit të kaluar. U bëjmë thirrje qytetarëve të jenë të kujdesshëm kur përdorin internetin, të mos hapin lidhje dhe mesazhe të dyshimta, të mos ndajnë kurrë të dhëna personale, siç janë numrat e kartave bankare, fjalë kalimet ose identifikuesit personal përmes kanaleve të paautorizuara të kontrollojnë adresën e dërguesit. Sektori i krimit kibernetik në Ministrinë e Brendshme vazhdon hetime aktive dhe marrjen e masave për zbulimin dhe sanksionimin e autorëve të këtij lloji mashtrimi.